Kemi taku në rrugë me ta, nuk kanë pos meri, nuk kanë pos zili, jo që se kanë kesh përdorë pushtetin. Po ti sot njeri është i privun, se cili qytetar këtë vend është privun me dash vendin e vetë më mirë. Ti nëse donë, sot thua që kemi degradim në arsem, ti konsiderosh armik i këtij vendi. Nëse ti thua që duam rrugë më të mira, unë e kuptoj edhe një qeverisje ku nuk mundet me bërë rrugë më të mira. Po nuk e kuptoj një qeverisje ku nuk vendos paktën sinjalistik në ato vende ku ka pasiguri për qytetarët. Kemi vetëm vitin e kaluar, kemi mbi 10 ish ushtarë të UÇK-s që kanë vdik për shkak të kushteve të dobta në ndërtim. Vetëm në këtë 6 mujorin e parë të kësaj qeverisje kemi mbi 11 vdekje. Çdo ditë kemi vdekje në aksident për shkak që mungon sinjalistika në rrugë. Pra, falë sektorit privat, falë ju që e kryni punën e juj me sfida, me probleme. Unë e kam edhasi të dhëna që jo për ta baltos asë një institucion këtë vend, po që qeverisje dënon edhe media për mes ATK-s, dënon edhe sponsorizues të mediave, vetëm për shkak të zërit kritik që e ka. Atë si duhet me ndërtu këtë vend.